Jovan Vicentievic, mbi të cilin rëndojnë akuzat për kryerjen e veprës terroriste në kanalin e Iber Lepencit, e ka pranuar se në bazën ushtarake në Serbi janë trajnuar 120 persona nga veriu i Kosovës me qëllimin e realizimit të sulmeve të reja në Kosovë. I pandeuri gjatë transportimit të tij nga Mitrovica e Veriut në Prishtinë më datë 2 dhjetor 2025 dhe pastaj gjatë dërgimit të tij në qendrën e paraburgimit më datë 3 dhjetor 2025 në bisedë me zyrtarët policor, ka dhënë informacione në lidhje me veprimtarinë e tij të kundraligjshme e po ashtu edhe për persona të tjerë të involvuar në veprime të ngjashme, duke pohuar se ka marrë pjesë në ushtrimet në kampin e ushtrisë serbe në Serbi. Atje ka qëndruar dhe është trajnuar prej datës 14/9/2023 deri më datë 23/9/2023. Sipas tij, aty kanë qenë duke u trajnuar rreth 120 persona nga veriu i Kosovës, të gjithë të nacionalitetit serb, thuhet në një pjesë të akt akuzës së prokurorisë speciale. E sipas Gurakuç Kuçit, ulëmtuesi i lartë në Institutin për Studimet e Luftës Hibride, Jovan Vicentievic po tregon edhe një herë planet e rrezikshme të Serbisë ndaj Kosovës. Deklarimet e Vicentievic konfirmojnë aktivitetin hibrid dhe kinetik të Serbisë kundër Kosovës dhe fqinjve të saj, duke bërë të qartë se këto veprime nuk janë të rastësishme, por pjesë e planeve të qëndrueshme ekspansioniste të Beogradit. Këto plane të rrezikshme, të cilat zbatohen përmes mjeteve të luftës hibride, kanë për qëllim dëmtimin e një shteti nga brenda përmes krizave të vazhdueshme dhe goditjes së sistemit të tij strategjik, shprehet Kuçi. Sipas tij, kjo qasje synon të provokojë reagime të caktuara institucionale, të cilat më pas përdoren për ta futur vendin në gjendje kaosi dhe paqëndrueshmërie. Në shumë publikime të mia kanë vënë në pas synimet e Serbisë dhe organizimin e strukturave serbe kundër Kosovës, dhe tani këto paralajmërime po konfirmojnë qartë. Përgatitjet e Serbisë përfshirë artillerinë e rëndë dhe bazat e saj ushtarake të vendosura pranë kufirit me Kosovën nuk mund të trajtohen si masa të zakonshme sigurie për shtetin serb, por si angazhime të drejtpërdrejta dhe të qëllimshme kundër Kosovës, thekson Gurakuç Kuçi. Paralelisht me këtë dimension, Serbia po zhvillon edhe një luftë hibride propagandistike kundër Kosovës. Përmes sulmeve terroriste, ajo ka ndjekur strategjinë për çaj dhe sundo brenda Kosovës, duke ndarë diskursin publik dhe duke nxitur dyshime serioze se rasti sulmi terrorist nuk ishte i orkestruar nga Serbia. Megjithatë, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, synimet ekspansioniste të Serbisë janë konfirmuar edhe një herë. Kjo përbën një alarm të qartë se në Kosovë duhet kuptuar përfundimisht se kush është armiku real dhe kush e ka aftësinë, kapacitetin dhe gatishmërinë për të organizuar sulme të tilla terroriste. Një qartësi e tillë është thelbësore që këto sulme të mos trajtohen më kurrë me neglizhencë apo pa seriozitetin e duhur. Serbia, pa asnjë dyshim, ka plane të vazhdueshme kundër Kosovës, deklaroi Kuçi. Sipas tij, parandalimi i këtyre planeve nuk është vetëm detyrë e organeve të sigurisë, por përgjegjësi e çdo segmenti të shoqërisë kosovare, pasi vetëm një reagim gjithëpërfshirës mund ta reduktojë rrezikun e përsëritjes së skenarëve të ngjashëm në të ardhmen.